Një proces administrativ i nisur prej komisionerit zbuloi një përplasje të fortë brenda Ministrisë së Drejtësisë. Në fund të janarit 2025, juristja e Partisë Demokratike Adriana Kalaja i drejtohet Këshillit të Lartë Gjyqësor me një kërkesë për informacion, ku kërkon dosjen e procesit të vettingut të kaluar me sukses nga gjyqtarja Irena Gjoka. Këshilli i Lartë Gjyqësor ja përcjell kërkesën Ministrisë së Drejtësisë, pasi dosjet e mbyllura të procesit të rivlerësimit të gjyqtarëve ishin dorëzuar pranë arkivit qendror të këtij institucioni. Në shkurt 2025, megjithëse komisioni i pavarur i kualifikimit e kishte mbyllur aktivitetin e tij, ende nuk e kishte përfunduar procesin e inventarizimit dhe dorëzimit të dosjeve të gjyqtarëve pranë Ministrisë së Drejtësisë. Në detyrim të kthimit të përgjigjes për kërkesën e Adriana Kalas, drejtori asaj kohe i Arkivit Shtetëror të Sistemit Gjyqësor, Alfred Çaushi, nis një korrespondencë me Komisionin e Vettingut për të dorëzuar dosjen e Irena Gjokës. Në 17 shkurt, dosja e gjyqtares mbërri në arkivin e Ministrisë së Drejtësisë. Kjo e fundit ja përcjell Këshillit të Lartë Gjyqësor. KLG i ja kthen sërish pas, duke argumentuar se përgjigjja e kërkesës së juristes Kalaja i kalon arkivit. Në vijim, drejtori i Arkivit Shtetëror të Sistemit Gjyqësor, Alfred Çaushi, merr automjetin zyrtar të drejtorisë, si dhe 2 vartës të tij, dhe shkon drejtë në selinë e Partisë Demokratike. Ai dorëzon personalisht aty 5 kuti me dokumentat që kishte administruar Komisioni i Pavarur i Kualifikimit për gjyqtaren Gjoka. Zyrtarët e PD-s mbetën disi të habitur nga ky angazhim i tepruar i vetë drejtorit të arkivit. Megjithatë, për ata nuk kishte asnjë rëndësi se si erdhën materialet. Ata kishin në dorë çdo të dhënë personale të Irena Gjokës dhe për më tepër e kishin siguruar në rrugë zyrtare. Shumë shpejt, dosja e Gjokës u zbërthye nga juristët e Partisë Demokratike dhe përfaqësuesit e saj me radhë nisën të publikonin në media dokumente që në vlerësimin e tyre tregonin probleme thelbësore në pasurinë dhe figurën e gjyqtares.